Përshëndetje të gjithëve, u kthyem sërish pas rreth një muaji në podcastin ton të Lëvizjes Bashk. Sigurisht edhe sot jam me deputetin e Lëvizjes Bashk Redi Muçit. Do të bisedojmë për aktualitetin politik dhe në radhë parë për korrupsionin, për skandalin ndoshta më të madh korruptiv të dekadave të fundit, atë që deri tani me siguri përfshin zëvendës kryeministren Belinda Balluku, një varg drejtorës saj, mirë po ka indicie që në këto afera korruptive është i përfshirë dhe Edi Rama. Tani unë nuk dua të të pyes të bësh fallxorin apo profetin, po unë kam përshtypjen se këto skandale korruptive herët avon, madje më shumë herët se vonë do shkojnë deri te Rama. Nuk e di çfarë mendimi ke dhe si ta nisim analizën e gjendjes. Gjitha shenjat, si thua, aty të çojnë në këtë konkluzion, pra që këtu është i përfshirë direkt Rama dhe mund t'i rreshtojmë arsyet pse. Po ta nisim nga ngjarja më e fundit, pra fakti që në këtë këshillin e mandateve, praktikisht edhe pse ishte dhënë leja nga Spaku për të nxjerrë të dhënat e asaj pjese dosjes që i ka kaluar këshillit, pra deputetëve, refuzoi ta bënte këtë gjë, po themi Niko Peleshi. Nga frika se duke dalë të dhëna shtesë, mund t'i plikonin Ramën, mund të galvanizonin situatën, edhe reagimin e njerëzve, si thua. Nga ana tjetër, pyetja së cilës askush nuk mund i përgjigjet, të paktën nga ana e socialistëve, është pse Edi Rama nuk e ka shkarkuar Belinda Ballukun. Pra, kjo është pyetja thelbësore, e kam bërë dhe pse më ka rënë rasti edhe në panele diskutimesh ku përballë kanë qenë përfaqësues të PS-s, që ndodh rrallë në fakt, për hir të vërtetës, dhe askush nuk di t'i japë përgjigje kësaj pyetjeve. Pra, e mban mend që kur erdhi kërkesa e parë nga prokuroria për pezullimin e Ballukut, gjithë çështja në panelin mediatike u shtrua në terma të kushtetueshmërisë. Pra, është ndërhyrje në pushtetin ekzekutiv nga ana e gjyqësorit e me radhë. Askush nuk tha, po mirë, më dakord, që të më njanohet edhe kjo situatë, pse nuk e shkarkon? Pse pra nuk i hap rrugën drejtësisë që të ndërmarrë një hetim të pavarur? Dhe ende sot e kësaj dite, as vetë Edi Rama nuk e dhënë përgjigje kësaj pyetje. Pra, e ke parë besoj edhe qëndrimin e tij në rrjetet sociale që tha që ne do t'i japim një përgjigje të denjë për 83 mandatet, le themi, çështjes së Ballukut, po ende askush nuk është prononcuar. Asnjë deputet i PS-s, as vetë Edi Rama, as një ministër, askush tjetër. I vetmi, për hir të së vërtetës, ka qenë Pedro Koçi, i cili tashmë që s'është asgjë, domethënë ndamin në funksionet e partisë. Sa Petroja se ke pas televizion. Jo, e kishte mencionuar, po kishte mbajë një qendrim në rrjetet sociale ku thoshte që shikoj tha Belinda Balluku duhet të tërhiqet, duhet të jap dorëheqjen pra dhe t'i hap rrugë hetimit të drejtësisë. Bëri mirë tha Edi Rama që e çoi në kushtetuese se ishte, shumë dakord. Po ama duhet t'i jap dorëheqjen. Gjëja më e arsyeshme në botë dhe më e thjeshta për t'u thënë dhe askush nga PS-ja përveç Pedro Koçit s'e ka thënë këtë gjë. Nuk e di si mendon. Shiko, kjo që po bën Rama me Ballukun është një precedent që s'ka ndodhur, ose po bën një precedent që s'ka ndodhur kurrë më parë në historinë e pluralizmit në Shqipëri. Nuk ka pasur asnjëherë një zyrtar kaq të lartë shtetit, i cili është i përballur publikisht me një akuzë, për cilin është kërkuar dhe imuniteti dhe prej një muaji e më shumë që gjithçka është formalisht në sy të gjithëve, Edi Rama nuk e ka shkarkuar. Ose personin fjalë nuk ka dhënë dorëheqje. Në të gjitha rastet e tjera, kushdo që ka qenë në krye të qeverisë, sado hajdutët të kenë qenë Berisha, Fatosnano, Ilir Meta, Pandeli Majko, kur ka pas një rast të ngjashëm, kushdo që është përballur me këtë akuzë është lëshuar. Madje edhe Edi Rama në të shkuarën e tij me, me Arben Ahmetajn, me disi me Erion Veliajn, përsëri ka mbajt një minimum distance. Te Balluku ky po reziston dhe shtrohet pyetja si ka mundësi. Pra si ka mundësi që Edi Rama po e mbron me thonjë, me dhëm, me gjithçka që është e mundur Belinda Balluku. Dhe unë shoh disa shpjegime të mundshme dhe hajde ta diskutojmë bashkë se cili ka më shumë mundësi. I pari ka të bëj me sa pushtet ka Belinda Balluku. Belinda Balluku sot është zëvendës kryeministër, është ministre e ministrisë që menaxhon më shumë para, ka një rrjet shumë të fuqishëm klientelist, ka qenë drejtuese e qarkut Fierit, po e bën drejtuese të qarkut të Bashkisë Tiranës të paktën në zgjedhjet lokale, kështu që është njeri më i fuqishëm se të gjithë varësit e tjerë të Ramës. E dyta, mund të ketë bëj me faktin që ndryshimet sasiore kthehen ndryshime cilësore. Domethënë, Rama mund të bënte këtë njeriu e përgjegjshëm kur dolën dosit e para korruptive. Pa thos, lidhje kam unë me Veliajn, lidhje kam unë me Ahmetajn, lidhje kam unë me këtë ish ministrin e shëndetësisë. Se harrove Beqajn. Thoshte këta ngrën kumbulla mbas shpinës time. Mirë po, si puna e vlimit ujit, po shkoj
temperatura mbi 100 gradë, po kapi 100 gradë, që kemi nuk jo një ndryshim sasior, por kemi ndryshim cilësor. Kështu që rasti Belinda Ballukut mund të ketë qenë ajo pikë ku, si thonë, nuk mban më uj pilafi, domethënë gjithçka ndryshohet. E treta, dhe unë besoj që kjo ka më shumë gjas, Belinda Balluku ka gjëra për Edi Ramën. Ka gjëra, domethënë e shantazhon Edi Ramën. Dhe unë këtë e vrej edhe në sjelljet mediatike, ne që ne do flasim për mediat çik më vonë, po. Domethënë, duke sikur ka një lloj edhe kështu rivaliteti për të goditur vetëm Ramën apo për të goditur edhe Ramën dhe Ballukun. Ne në lëvizjen bashku bijem të dyve, po tjerët kanë një qasje më, si thua, më problematike në këtë rast. Dhe kjo mbase tregon që Belinda Balluku po reziston pushtet sepse ka gjëra për Ramën. Dakor? Dhe kjo do të ishte ndoshta shpjegimi më racional i asaj që po ndodh, sepse asnjë kryeministër nuk ka pse man këtë përgjegjësi politike. Pra, të rriz varr një muaj dhe të rrezikoj pushtetin e vet për të mbajtur vartën e vet. Se sot që flasim është pushteti i Ramës në rrezik, po aq sa karrige Ballukut. Në fakt, unë mendoj se janë pak nga të treja këto si pika që ti përmende, edhe për faktin se ajo ka qenë zëvendës kryeministër dhe njëkohësisht ministrja e ministrisë e cila ka bërë bashkë praktikisht gjithë kompetencat e shtetit që nga transporti, tek energjia, tek burimi natyrore, tek industria, dhe njëkohësisht, si thua, ka pasur në duart e saj të paktën gjysmën e buxhetit shtetit, që ka për të gjitha mandatet e Edi Ramës, edhe që mendet edhe do se është e përfshirë në shumë afera me kosto jashtëzakonisht shumë të lartë, projekte kështu kombëtare që mund të kenë të përfshirë edhe Edi Ramën, me fjalë. Jo vetëm një person lart në hierarki, po shumë afër bashkëpunëtor Edi Ramës me duart, si thua, në buxhetin e shtetit. Dhe shpresa është sigurisht edhe që në ato që ka gjetur si prova spaku, t'jeti përfshirë edhe vetë Edi Rama. Dhe të paktën legjenda urbane që qarkullon është pikërisht që ajo që Belinda i ka thënë Edi Ramës është që unë s'jam Erion Veliaj. Pra që unë s'do iki, s'do marr atë rrugën e burgut siç ka bërë Veliaj, pa thënë si thua se kush ka qenë në prorim me pak fjalë. Po është e vërtet edhe fakti që thua që qasja të paktën e deritanishme e Partisë Socialiste ka qenë krejt e kundërta, pra. Kanë qenë gjithmonë ata që në mënyrë deklarative shprehin për këtë vijën e kuqe apo jo vija e kuqe, kur spaku vjen për të jetuar, atëre përgjegjësia është personale dhe turpi është i gjithë, dhe tha ai, nëse ka thënë një deklarat Rama, turpi është i gjithë socialistëve nëse ne nuk i hapim derën si thua drejtësisë që të ndërmarr hetime. Me sa duket kësaj radhe është shkelur vija e kuqe me dy këmbët dhe askush nuk guxon të thotë si thua ti hapi rrugë drejtësisë. Pra dhe për të sa përmend edhe më parë, le të themi situata të ngjashme, më mbaj mend edhe për Lulbashën, është hequr imuniteti për çështjen e rrugës Kombit nga parlamenti, pra. Pavarësisht se eventualisht ajo dosje për çështje procedurash dhe kohësh nuk u gjykua me pak fjalë, për të treguar nivelin qesharak të drejtësisë që ka qenë dikur, po që të paktën hoq imuniteti, pra u vendos një standard edhe për Lulbashën. Kështu që tani të shohim se si do rrjedhin ngjarjet. Më lejo të bëj një dallim midis Erion Veliaj dhe Belinda Ballukut në fazën e rënies tyre. Kur Erion Veliajt i kanë shkuar në zyrë edhe i kanë hedhur prangat ose i kanë marrë forcërisht për ta arrestuar, Erion Veliaj ka pasur çelsat e kashtës në dorë. Domethënë ka qenë një kryetar bashkie i cili nuk kishte më kompetenca të rëndësishme. Erion Veliaj ka pas shumë fuqi atëherë kur jepte leje ndërtimi. Atëherë kur jepte firmën për inceneratorin e Tiranës. Por çfarë ka ndodhur? Në vitet e fundit, përmes ndërhyrjeve legjislative, lejet për kulla në Tiranë i ka marrë pushteti qendror. Pra i ka marrë Rama në emër të Këshillit Kombëtar të Territorit. Kështu që Erion Veliaj në fillim të vitit, kur është arrestuar, ka qenë një kryetar bashkie, siç them unë, me çelsat e kashtës. Pra nuk ka pas fuqi reale. Ndërkohë që Belinda Balluku sot që flasim është personi që jep koncesionet e rrugëve. Është personi që jep koncesionet e hidrocentraleve. Pra është personat ku qarkullon paraja më e madhe dhe ka shumë fuqi financiare. Është sot personi kyç lidhjes me oligarkët. Atë që Veliaj mund ta ketë pas deri para 4-5 vitesh, Belinda Balluku është në kulmin e vet. Kështu që me Balluku unë besoj janë të lidhur dhe oligarkia ekonomike. Njerëz që janë pronar firma shndërtimi, ndërtues rrugësh, pronar televizionesh, pra nëse gërmohet në ato dosje mira faqe, do dal shumë çka. Dhe kjo e bën Ballukun të jetë sot ndoshta pika nevralgjike
e këtij sistemi. Domethënë ajo hallka edhe e rëndësishme, po edhe dobës tashmë është e ekspozuar, kputja e cilës kput Ramën dhe mund të kpus krejt sistemin oligarkik në fuqi. Jo, ajo që të bëm përshtypje për më tepër është fakti që Balluku në gjithë këto vite në cilat ka qenë politik, erdhi mos gaboj nga drejtore e kësaj agjencisë aviacionit thua që kontrollon transportin ajror në Rinas dhe u vendos postin e ministres, po asnjëherë s'ka spikatur si thua për një qëndrim politik i cili ta evidentonte ta nxirrte mbi ujë. Është konsideruar gjithmonë si kjo makineria e votave, apo ke parasysh edhe në zgjedhjet e fundit 11 majit, si thua Balluku në Fier, ishte kjo makineria që grumbulloi gjithë këtë sasinë gjigante të votave për Partinë Socialiste. Edhe në zgjedhjet e pjesshme që pritej të mbaheshin Tiranë dhe në fund u anuluan pikërisht, mendoj unë paktën. Pikërisht për faktin që para zgjedhjeve Balluku u kërkua pezullimi i saj dhe u mori si e pandehur, le të themi, nga Spaku. Pra kjo makineri e votave që të bën të mendosh për lidhjen e saj me gjitha aktorë të botës së nëndeshme dhe aftësia për të gjeneruar këtë sasi të madhe votash. Dhe që ndoshta e ka bërë të mendoj se pozita e saj është e sigurt. Dhe kjo është ajo që më habit për më tepër. Fakti që edhe pse ishte bërë reforma në drejtësi, vazhdohej të vidhej me të njëjtin intensitet, me të njëjtat shifra të maramense si thua për publikun, në bindjen se drejtësia nuk do arrinte deri në rangun e tyre. Madje edhe vetë drejtori Ajakshit që ishte skandali më i fundit, po fjalët të vazhdonin të vidhin, të bënin atë skemën e tyre korruptive, pa pasur frikën më të vogël se diçka do shkonte deri tek ata me një fjalë. Dhe për më tepër, dhe vetë drejtoresha e Ajakshit ka një farë mënyrë të njëjtin rrugtim politik nga nisja e karrierës që në kohën kur ishte kryetar bashkie Edi Rama, ishte një lloj drejtoreshe aty në bashkinë e Ramës, deri pastaj në vendosjen si drejtoreshe e kësaj agjencisë kombëtare të shërbimit dhe informacionit mos gaboj, që është Akshi, dhe që ka qëndruar drejtoresh që nga 2013 pra. Kishte ngritur këtë skemën korruptive e cila i përngjante jashtëzakonisht shumë kësaj 5D-s, pra që të gjitha tenderat riciklohen me paratë e shtetit, pra riciklohen në kompani private që i kanë po ata që japin tenderat. Dhe fakti që në fund ditës një prej këtyre drejtorave që përflitet, doli dhe fakti që pas kish vetëm vera që kishte në qilarin e tij ishte 3 milionë euro në vlerë. Pra, kështu që është vlera maramense. S'di domethënë se me çfarë kurajoje i kanë hedhë këto, nuk kanë pas vrik nga drejtësia. Ti shtrofi pyet shumë drejt. Si ka mundësi që ndërkohë që korrupsioni goditet, korruptuarit jo vetëm vjedhin, po intensifikojnë vjedhjen? Se kjo duket paradoksale. Po unë kam një hipotezë për këtë. Dhe më ndihmon njohja e asaj që ndodh në organizatat e mifillta kriminale dhe mafioze. Kam përshtypjen që korrupsioni, një lloj si veprimtaria mafioze, është një valle që po hyre, nuk del dot më jashtë. Nuk të lë më njëri të dalësh. Një farë kuptimi je peng e gjithkujt me cilin bashkëpunojnë, oligarkëve, kriminalëve, e vardzëve, atyre që ka anash vetë, aty që ke sipërvetes, pra po hyra asaj valleje, do e çosh patjetër deri në fund. Kështu që këta vjedhin dhe do vazhdojnë vjedhin derisa do pritet koka në kuptimin simbolik dhe ligjor nga institucionet e drejtësisë. Asnjë nga këta nuk mund të bëj hapa mbrapa. Tashmë ata e dinë që janë djegur, domethënë ata e dinë që ka prova për shumë çka që kanë bërë. Kështu që ata duhet ta akumulojnë sa më shumë para me shpresën që një ditë do marrin avion dhe kërcejnë Dubai. Këta Gazi për shembull nuk e kanë kapur. Me shumë mundësi ka fluturuar në Dubai. Pra ky lloj maskaraji që kishte ver 3 milionë euro në qilar. Ky njeri që ka qenë zyrtari i shtetit, ky njeri që përflitet nga shumë kush që ka qenë ndërmjetësi i pushtetit politik i Ramës me organizatat kriminale në zonën e Durrësit, ky njeri tani ka avulluar. Edhe të tjerë personazhe kanë avulluar. Do të thënë, Bilinda Balluku është akoma këtu sepse është zëvendës kryeministri 1 dhe e dyta Spaku ka bërë një gjë shumë të mirë që ka heq pasaportën. Pra, i ka heq pasaportën se sot do e kishte një lloj të ka mësuar Spaku nga rasti i Ahmetajt. I ka marrë pasaportën, kështu që nuk u thon dot jashtë Shqipërisë, tani vetëm po ta rratiset me gomar, po. Kam përshtypjen që do e shohë njëri rrugës për qoftë rratiset nga mali. Pra, këta njerëz që kanë hyrë në këtë valle do bëjnë gjithçka. Do bëjnë edhe këtë që thua ti. Ka arritur korrupsioni deri në rrëmbim. Rasti i Akshit është skandaloz sepse këta kanë rrëmbyer një biznesmen që ishte ankuar pse nuk e kishte fituar ai tenderi, po e kishte fituar një tjetër dhe që ky të tërhiqej nga gara e kanë rrëmbyer. Tani, shtroj pyetja, sigur personi në fjalë mos i tërhequr nga gara, çfarë ndodhte me ta? Do kishin vrarë.
Pra, fakti që s'kan vrarë njeri, do të thotë se askush nuk i ka bërë rezistencë deri në fund. Pra ky sistem është aq i kriminalizuar sa të kujton historitë, ku diun, e Kolumbisë ose atyre vendeve të Amerikës Latine ku i gjeje kufomat në rrugë. Këtu ende nuk ka kufoma në rrugë, sepse me sa duket e gjejnë akoma gjuhën me njëri tjetër, ka akoma tendera për të gjithë. Mirë, po nuk do jetë e largët dita që qofse kësaj kimere nuk u priten kokat apo nuk dërmohet, këtu do të shpërbëhet shteti, domethënë shteti do të feudalizohet, do të kthehet në grupime brenda partisë pushtet ku secila e tërheq gjithçka drejt vetes dhe ku Edi Rama edhe nëse do mbijetojë si kryeminist, do mbijetojë si një lloj dordoleci, si njeri që nuk do e ketë më situatën kontroll, sepse mua më duket që korrupsioni ka dalë nga kontrolli. Domethënë po vidhet shumë më tepër nga çdo donin ata që e kanë pushtetin politik që të vidhej, sepse gjithçka është bërë gjithçka po bëhet në sytë e njerëzve. Dhe më lidh edhe diçka tjetër. Të nesërmen e zgjedhjeve të majit. Mua më është dashur të them në një televizion se fitoria e Edi Ramës është si fitoria e Pirros e Pirit. Do të thënë, një fitore në dukje, formalisht fitore, por që hap shtegun e një humbje të radhës. Sot Edi Rama është më i fuqishëm se kurrë nga pjama institucionale, pse se ka 83 deputet, kurrë nuk ka pasur kaq. Para ma është më i dobët se kurrë nga pjama politike. Është më i dobët se në çdo rast tjetër, dhe kur ka pas shumë pak deputet, dhe kur pushtetin duhet ta ndante me Ilir Metër, pra mos kishte shumicë vet. Pse se sot gjithë e kuptojnë që ky është i korruptuar, askush nuk e përkrah dhe mbi të gjitha institucionet e drejtësisë i ka te dera aty, janë futur brenda në kryeministri. Më kupton? Sa që ka filluar të bëjë Karagjozin tani të flas për patllaket në brezin e agjentëve të BKH-s. Jo, është e vërtet, po nuk e di domethënë me çfarë mendësie ndoshta shohin shembujt edhe të pushtetarëve të Europës, për shembull, fakti po them kot të Berlusconit, i cili nuk e di se sa hetime janë hapur kundër tij dhe në fund ditës nuk u arrestua, nuk u mor kurrë, si thua, nuk u vërtetua që ishte fajtor ose qoftë edhe e fundit me çështjet që kanë hapur Donald Trumpit para se të zgjedhej president ose me Sarkozy në Francë, që fakti që u dënua me 5 vjet burg, por pastaj duket sikur bëri një javë, doli prapra. Edhe madje edhe Jacques Chirac, nëse mbar mend, kanë akuzuar për një aferë korruptive dhe ishte në moshë të madhe dhe ndoshta shtirej sikur kishte kështu si skleroza diçka të tillë që që më njanoi burgun dhe besoj se në mendsinë e një pustetari i cili i ka hyrë vetë janë qef deri në farpike se e ndjen veten të gjithë pushtetshëm si Edi Rama, pra rreziku nga spaku thjesht nuk ka qenë aty. Besoj se sa më shumë kalon koha, sa më shumë ai e rrit presionin ndaj sistemit drejtësisë dhe rëndon gjuhën, si thua, ndaj aktorëve të saj, dëshmon që aty po i hyn frika praktikisht. Por se si kjo histori do përmbyllet. Fakti është ky që them me drejt që nga pikpamja politike Rama është totalisht i delegitimuar. Pra unë nuk duhet të jesh realisht, nuk e di, njeri që duhet gënjesh veten me një forcë të mbinatyrshme për të qenë mbështetës i Edi Ramës sot në atë që thotë që ai nuk ka qenë dieni të gjithë këtyre aferave korruptive që kanë shpërthyer rrotull tij. Nuk di ta shpjegoj ndryshe ndonjë militant që shkon deri në këtë pikë. Që le të bëj një dallim midis rastit të Ramës sot dhe rastit të Berlusconit dikur apo Trumpit. Berlusconi kishte ngritur legjendën sipas cilit gjykatësit ishin komunist, pra ishin pjesë e një sistemi të vjetër drejtësie ku kishte ndikim edhe Partia Komuniste Italiane dhe po e persekutonin këtë se ky ishte outsider, pra ky kishte krijuar si biznesmen një parti nga hiçi, Forza Italia, dhe këta ishin qepur për ta rrëzuar politikisht. Edhe Trumpi ka pas prapë të idenë e deep state-it, pra struktura brenda shtetit amerikan nuk pranojnë legitimitetin tim. Rama nuk e përdor dot gjë, nuk u thot dot gjykatësve dhe prokurorëve të GKH-s apo të SPAK-ut, nuk u thot dot as komunistë, s'kan bërë me komunizmin, nuk u thot dot as pjesë të ndonjë deep state-i, se ku është deep state-i në Shqipëri. Dhe mos harro diçka, institucionet e drejtësisë në Shqipëri janë produkt i vullnetit të faktorëve perëndimor, pra të amerikanëve dhe të evropianëve. Kështu që Rama nuk ka guximin dalë dhe thot të bëj sovranistin, të thot poshtë të huajt, sepse krejt infrastruktura e pushtetit tij është ngritur mbi ideologjinë e integrimit. Pa ai nuk mund dalë dhe thot tani Evropa e poshtër apo Amerika e poshtër, po më heq mua nga pushteti se kush e di, i duket vetja Salvador Allende. Pra këtë nuk e përdor dot. 2, ka
sa 10 vite sa ka reforma në drejtësi që na rrokanis kokën që është Partia Socialiste që e bëri reformën në drejtësi. Pra, në këtë kuptim, ai nuk mund të thotë që këta gjykata se këta prokuror janë alien, erdhën nga ku diun ku, dhe nuk thotë ata si i ka vënë Sali Berisha, sepse Sali Berisha vetë është i pandehur nga Spaku. Ilir Meta është në burg. Pra, nuk i mbetet asnjë lloj justifikimi për vetë se të thotë që janë ja 2-3 veta të çmendur, pra justifikimi Ramës ky është, janë ja 2-3 prokurorë të çmendur që më janë qepur mua. Po bën shumë këta, se nuk janë 2-3, se po ti numërosh të gjitha çështjet, me sa duket Spaku dhe GKK-ja janë në blok në respektimin e ligjshmërisë dhe këtij merhumit Ramës këtë rast, çfarë i mbetet? I mbetet vetëm bëjt filozofin e drejtës, flas për ekuilibrin e pushteteve. Ideja ime është që pikërisht sepse ka ndarje pushtetesh, ndodh që institucionet e drejtësisë kur ti ke vjedhur të vinte dera. Se po të mos kishim ndarje pushteti do ishte i pagjykueshëm, do ishte si mbretit absolut dikur që ishin përmbi ligjin. Pra fakti që ne jemi të barabartë para ligjit do të thotë që një prokuror dhe një gjykatës i pavarur, ti mund të jesh ministër, mund të jesh zëvendëskryeminist, i bie derës dhe thotë ti do të përballesh me këto akuza. Dhe nëse unë dyshoj dhe në dosjen e Spakut ka argumenta, aq sa ka dalë, që Belinda Balluku ka kërcënuar dëshmitarët, ka prekur provat, atëherë unë duhet marr një masë sigurie ndaj teje. Unë duhet të pezulloj nga detyra, që do të referohem kodit procedurës penale, ose unë duhet kërkoj heqjen e imunitetit tënd. Dhe Rama nuk ka asnjë argument si shteti në fillim. Pse nuk e bën vetë këtë gjë? Më po, shkarkohet nga detyra Belinda Ballukun. Shkarkohet dhe le të përballet si qytetare e thjesht me akuzat. Dhe të shohim çfarë do dalë. Tani, çfarë parashikon se do të ndodhë le themi në 6 mujorin e parë të 2026, ashtu bën çik profetin tani me këtë çështje, domethënë, se nuk besoj se Rama mund ta zgjas shumë historinë e asaj vetë ka të paqartë, se çfarë do thot për të mbrojtur në këtë aspekt. Ose do ta lëshoj Ballukun, qartazi, dhe Balluku mund të dëshmojë për të, ndoshta siç thamë në fillim edhe vetë dosja mund të ketë të dhëna që të çojnë te Edi Rama. Dhe për të së vërtetës unë e kemi thënë ndoshta edhe herë të tjera faktin që nga ana tjetër është Sali Berisha në krye të opozitës, ai faktori që ndoshta edhe ka ngadalësuar disi sulmin e drejtësisë ndaj vetë Edi Ramës, pra sepse në qoftë se e zëm sikur do mbaheshin zgjedhjet parakoshme, si do ta parashikojë situatën? Po, që do të bëjë zgjedhjet parakoshme, del Sali Berisha thotë do e shkrim fare skapin, thotë ai se është organizatë kriminale, po kupton? Pra çfarë alternative formalisht ka ndaj Ramës? Pra Sali Berisha është një njerëz që deri para disa muajsh, tani nuk e thotë më, po deri pas zgjedhjeve të fundit 2025, dilte i thoshte, këta janë skapi i partisë dhe po erdhën do e shkri komplet. Dhe këta që janë qepur Ballukut e Ramës e kështu me radhë, ky merhumi tjetër, nga që do të shpëtoj lëkurën e vet, ky thotë do ta shkri fare Spakun. Dhe unë besoj që këta do tentojnë një lloj ujdie. Domethënë vetëm si thua protestat e forta të shoqërisë do ta detyronin Berishën mos ja jepte votat Ramës për të ndryshuar ligjet e reformës së drejtësisë. Po ta vësh re, sa kosh nxehur situata muajin e fundit, ka rënë edhe intensiteti i ujdis do dukjet pak të Ramës me Berishës. Berisha nuk po i çon më deputetët e Komisioni i Reformës Zgjedhore. Pra, e kishin nisur shumë bukur me njëri tjetrin për të ndryshuar ligjet kryesore të vendit, reformën drejtësie shumë çka tjetër, sepse që këto ndryshojnë do shumicë kushtetuese, mirë po tani janë stepur sepse opinioni publik është shumë kërkues dhe nuk do ta toleronte askujt pak në këto momente një cënim të kompetencave të institucioneve të pavarura të drejtësisë. Nga ana tjetër, a mund të mbijetojë Rama kësaj situate? Kur nuk do të them kurr. Pse? Sepse kam përshtypjen që strategjia çik më afatgjate e Ramës është që kur Balluku të bëhet patate aq e nxehtë sa mos mbahet më në dorë, dhe unë besoj që po bëhet shumë shpejt, ta lëshoj Ballukun, edhe të ndërtoj një legjitimim sipas cilit unë nuk po mbroja Ballukun, po mbroja parimet e ndarjes pushteteve. Mirë, po këtu shumë çka do të lidhet me si do reagoj Balluku dhe çfarë do të thonë, çfarë do të mendojnë njerëzit për arsye se Rama deri tani e ka mbrojtur me mishe me shpirt Ballukun. E dyta, qofse Balluku mbaj mend të dytën, po të bëjmë pyetje, mos ndoshta pikërisht Rama nuk e lëshon Ballukun që në fillim, pikërisht për ta çuar vëmendjen drejt Ballukut, si kjo patatje e nxehtë, sikur përpiqet qëllimisht që ta nxejë vetë këtë si patate çështjen e Ballukut, me qëllim që të vi momenti dhe ta lëshoj dhe të dal prapë si ky kalorsi në mbrojtje të sistemit drejtësisë. Mund të jetë një le të bëj një analogi. Në vitin 2013 sa kishte ardhur në pushtet, Edi Rama tentoi të firmoste sjelljen e armëve kimike në Shqipëri. Çmontimin e armëve kimike në Shqipëri, e mban mend ne kemi qenë pjesë atyre protestave të mëdha qytetare.
dhe mbas disa ditësh Rama u dorëzua. Po në fjalimin e dorëzimit e kishte krijuar narrativën sikur ishte ai që, si thua, mori iniciativën edhe dëgjoi popullin. Se linde në bal popullit. Po, ai ishte ai që i doli për zot popullit dhe jo populli e kishte detyruar atë. Kështu që këto janë taktikat justifikimit që i përdorin politikanët dhe Edi Rama do ta përdor këtë gjë, pra nëse do jetë e pashmangshme, do ta dorëzoj Ballukun ose do t'i bëj presion Ballukut që t'jap dorëheqjen dhe të mos bëj z. Mirë, po prap sot ai është shumë i kompromentuar me Belinda Ballukun, por shumë afër. Është shumë afër. Belinda Balluku nuk është Erion Velia, pra nuk është thjesht bashkëpunëtori politik i Ramës që ka feudin e vet në Bashkinë e Tiranës. Belinda Balluku është vartja e tij e drejtë për drejtë, është zëvendës kryeministria. Pra është personi që e ka vënë ai, është personi që ka ndërmjetësuar me të marrëdhëniet me oligarkët, është personi që mbante me para mediat e mëdha në emër të tij dhe në emër të partisë tij, kështu që e ka shumë më të vështirë për t'u distancuar nga Balluku. Gjithsesi, Edi Rama ka një avantazh edhe një farë kohe. Sa kohë Sali Berisha merret ende, unë mendoj që nuk është, po merret ende sikur të jetë faktori më i rëndësishëm opozitar, Edi Rama do dalë aty dhe thotë, tani, llum që llum jemi, më mirë më zgjidhni mua që jam ky llumi që do ju fus Bashkimin Evropian. Pra unë jam ky Halabagu që ndryshe nga ky Halabagu tjetër që do na lër këtu në provincë, unë do ju marr me makinë do ju çoj në qytetin e madh. Kjo do të jetë narrativa e tij. Fakti që ka 83 deputet nuk kuptojnë që është i sigurt nga pikpamja e shumicës parlamentare, mirë po ne prap ka një të panjohur që ne duam të njihet sa më parë, reagimi masiv i shoqërisë. Pra në rast se ne si për shumë Lëvizja Bashkë, do të kemi mundësinë që të organizojmë masivisht shoqërinë, pra protesta ku të përfshihen mira vet, aty unë besoj do jetë momenti ku Edi Rama do ta lëshojnë edhe të vetët. Sepse do kuptohet që ka të ardhme politike pa të. Pra do prishen ujdit, do prishen pazaret që ai ka me shumë lloj njerëzish, e në momentin që këto fije do të priten për të rilidhur me ustallarët e tjerë të politikës vjetër, aty Rama mund të jetë në boshllëkun politik që do mund ta rrëzoj. A mund ndodh kjo në muajt e parë të vitit të ardhshëm? Me gjas po. Vetëm revolucionin ato që nuk parashikohen kurrë. Po. Askush nuk e vendos dot datën që të thotë në filan datë në 15 janar do përmbyset gjithçka. Mund ndodh, siç po thoja, sikur më parë Edi Rama sot është i dobët politikisht. Problemi është që nëse se diskutohet gjerësisht kjo çështja pse s'ngrihet populli apo jo. Dhe problemi qëndron te fakti që nëse populli në seancën e fundit të vitit 2025 përballë me atë shfaqjen, me atë teatrin që dhanë deputetët e Partisë Demokratike, si thua, është vështirë edhe për këdo që të mendoj që ja vlen për të protestuar në këtë vend. Pra, se ti je brenda në sallë, ty si duket se ne nga televizioni duket skandal, ti që je shef live, domethënë se mos ka ndonjë tjetër Andrej Lalila aty brenda, edhe që të kuptojmë në gjë, pse e bëjnë këtë gjë? Pse shkojnë të luftojnë për karrige? Do zihet me gardistin ai deputeti i PD-s për të ulur në karrigen e ministrit. Çfarë kuptimi ka? Për mendimin, nuk ka asnjë kuptim racional ajo gjëja, teatroja që ndodhi aty brenda, domethënë, dhe shumë prej momenteve në fakt nuk arritën atë kapeshin as nga kamera. Ishte totalisht qesharake situata ku për shembull këta deputetë të PD-s që ishin mbledhur ai cepi gjuanin me shishe ujë Niko Peleshin, gardistët rrotull Nikos i mënjanonin shishet dhe në një nga këto episodet duke goditur shishen gardisti i ran kokë ministrit të financave, apo ç'a bëni valla. Ta ka fjalën situata të tilla komike, të cilat thua valla, çfarë, kush është synimi, kush është qëllimi i kësaj gjëje që jeni duke bërë brenda sallës kuvendit, se edhe mund të ndodhë një situatë, le të themi konfrontimi kur je në një protestë apo në një moment shtyrje, nuk e di se çfarë. Po ju jeni deputetët e zgjedhur të këtij vendi, thua, në këtë kuvend, që të vini para përgjegjësisë majorancën e cila ndodhet në momentin më të dobët të vet sa i përket legitimitetit. Në vend se të ngresh argumentin, thuash valla, pse nuk le themi nuk jep dorëheqjen ose nuk shkarkohet Belinda Balluku, çfarë qëndrimi mbani të vësh para përgjegjësisë në këtë moment, ata thjesht sajon atë skemën aty komplet qesharake dhe pastaj dalin dhe thon pse nuk del populli të rrëzojmë Ramën. Po ju po e rrëzonit Ramën me atë shtyrjen që bëni atë, kush është logjika e kësaj gjë? Un kam një ide që nëse Partia Socialiste është monumenti i hajdutërisë, Partia Demokratike është monumenti i budallëkut. Nuk ka kuptim tjetër, se unë nuk arrit kuptoj se si ata njerëz që kanë organizuar atë lloj sherrri, atë lloj, ku diun, sherrnaje pa pikën e kuptimit, mendojnë se mund t'i mbushin mendjen një njeriu të vetëm.
Pra si ti mendon që një njeri normal që të shef nga televizori të thot ty bravo. Nuk ka pikë në sensit. Pra ose je mishërimi budallëkut politik, ose mund të jetë kjo tjetra, ata aty që bëjnë atë sherr, ata thjesht bëjnë kalkulime shumë të vogla politike. Bie fjala, Berisha thot, hajde bëjmë rrëmuj që të mos jetë vëmendja tek sherri brenda partisë. Ka nisur lëvizje brenda PD-s, që vën dyshim Sali Berishën. Atëherë Sali Berisha thot, më mirë zihemi aty e rrihemi me gardistët që të harrohet sherri politik brenda nesh. Të tjerë deputet të PD-s që mund të jenë të komprometuar, për shembull ata që i kanë dhënë firmën e Endri Shabari, ta bëj radikalin pikërisht për të harruar budallëkun tjetër që kanë bërë dhe komprometueshmërinë tjetër që kanë bërë. Shija Belind Klliçi, si mundu sumoj aty që zihej me gardistët. Këti dolën mesazhet me drejtorët e Ballukut, që i çonte Balluku njerëz apo financime për protestuar para Bashkisë Tiranës. Pra, këta janë aq të komprometuar saqë më mirë të bëjnë një zhurmë të madhe, ku njeriu mund t'i shaj, po t'i shaj për zhurmën dhe jo për faktet komprometuese janë nga pas. Përndryshe janë thjesht budallënj politik. Po them, nëse nuk janë budallënj politik, atëherë ky është shpjegimi racional. Ose shpresojnë se një pjesë e bazës së tyre elektorale mund të justifikojë kjo sjellje tek ta, domethënë, nuk e di, një pjesë e cila thjesht kur vjen në mitingjet e Saliut synon dhe kërkon këtë konfrontimin, këtë goditjen, këtë gjë dhe thotë përderisa e bëjmë ne që vim aty pse se bëni edhe ju që jeni aty në kuvend, domethënë. Nuk e di, është një lloj kështu radikaliteti për sy e faqe, me pak fjalë thonë që ne e bëm punën tonë, tani duhet ta bëjë populli punën e vet. Ndërkohë që ata punën e tyre se ka bën, jo vetëm që se kanë bërë, e kanë bërë në mënyrë tetë qesharake dhe në fund të ditës nuk ajo që i ka munguar gjithmonë Partisë Demokratike është fakti që nuk përbën alternativë. Nuk mund ta imagjinosh se si kjo banda këtu që shtyhet dhe nduket e heq veten për revolucionar kështu të 5 lekshit, mund të vinë ndonjëherë në pushtet në vend Ramës. Dhe pikërisht këtu qëndron dhe ngërçi, mendoj unë që kjo si situatë nuk është përshkallëzuar dhe nuk është zgjidhur si thua me rënien e qeverisë së Ramës, sepse nga ana tjetër ke këta që shtyhen e nduken, ndezin ata flaka danët në sallën e kuvendit, domethënë. Dhe e shkaktojnë këta incidentin. Se mund thuash që një fyerje, një moment tensioni, nuk e di se çfarë, që të shkaktojë reagimin e dikujt, të ndërhyjë dhe një tjetër se ka, edhe nga bota vijnë raste të tilla ku mund të ketë momente tensioni edhe tensioni fizik, si më thënë. Po, ti je dhe inskenuar që një natë më parë, kur ishim mbledhjen e partisë, si thua, dhe të Këshillit Kombëtar, çfarë quhen ata. Dhe të nesërmen të vinë në seancën e fundit 2025-s dhe ta mbyllin në këtë mënyrë, tejet qesharake, domethënë, nuk di se çfarë strategji është kjo. Shiko, se budallëku i PD-s është proverbial. Po mua përsëri më bën përshtypje fakti se ti ke qenë në parlament edhe ku diun, është marrë opinioni publik gati një javë me një budallëk tjetër që ishte edhe pjesë e asaj seance. Është marrë një parti të re, media kështu me radhë me Endri Shabanin. Tani ku dëgjon, ti kishe bërë një batutë aty në faqen tënde, targjohet ka shumë kohë, po një zero politike, për një hiç moral si Endri Shabani që e kanë bërë me konsensus avokat popullit, e ka bërë Berisha me Ramën me konsensus avokat popullit. E ti japësh aq rëndësie, thua jo tradhtari, jo kështu, ku në fakt ata janë pjesë të njëjtës çorbë. Endri Shabani është bërë avokati i popullit me votat e Edi Ramës dhe me firmat e Sali Berishës, madje edhe një deputet i Agrosheti kishte dhënë firmën. Endri Shabani është në koalicion me këta, është në koalicion për Florian Binajn. Koalicion me Lapajn. Me koalicion me Lapajn, koalicion me Berishën, koalicion me Agroshen dhe të gjithë mbështesin Florian Binajn. Florian Binajn ka filluar të shëtis tani në çdo protestë të këtyre faktorëve të tjerë. Sigurisht televizia bash nuk afrohet dot, por shkoj te Shehaj, do shkoj te Lapaj, do shkoj te Berisha. Pra këta janë pjesë e një gjelle të shpifur, të gatuar prej kohësh dhe tani duan të distancohen nga njëri tjetri. Pa duan që të thonë që gjithë fajda i paska një hiqësi Endri Shabani, ndërkohë që ne jemi të larë. Këta që janë zënë me teze e me daja, domethënë sot që flasim është teze ati tjetrit. Është deputet dhe ky e mban atë tezën, nuk e shkul nga ajo karrige, në ebre dhe bën si parimor, më kupton? Pra gjithë kjo shëmti, gjithë ky budallëk që ha kohë politike, ha kohë televizive dhe duhet futem çik te media tani se sa shumë kohë shpenzohen nga media shqiptare për propagandë, për gënjeshtra, për budallëqe dhe sa pak kohë kushtohen aktivitete politike serioze. Shikon, duhet ta bëj një batutë edhe të fundit për Endri Shabanin, se duket sikur është e lehtë,
Sot është e lehtë se e bëjnë gjithë, por ne kemi pas bërë dhe përpara. Kjo është çështja, pra, sepse duket Endri Shabani si me qenë ky gjeniu i cili mashtroi të gjithë. Gjeniu i keqes. E gënjeu njëra Adriatikun, okay, se i bëri golin e tratën tek ne. I gënjeu këta të PD-s fundja. U mori 35 firma për të kandiduar si avokat populli në këmbim të mbështetjes së tij të kësaj figurës të diskredituar pas sherrit me Dajo, me Teze, me të gjithë. PD-ja i shkoi dhe tha do t'japim firmat që ti figurë diskredituar të na mbështesësh këtë kandidatin ton të pavarur. E kupton që është i pavarur, por ne duam të na mbështesësh edhe ti. Dhe të njëjtin kandidat që nxori edhe Adriatiku. Pra Adriatikun e la pa u futur në kuvent, Endri, dhe nga ana tjetër praktikisht Endri u bë pjesë e koalicionit me Adriatikun, me Agronin dhe me Saliun. Domethënë deri këtu shkon, s'është absurdi politik me pak fjalë. Dhe këta ende ka nga ta që thonë pse s'bashkoheni. Ore, ka një lloj serioziteti në këtë mes, më burr. Minimumi i cipës në faqe, si thua. Isha në një studio televizive me një eksponent, me një nga terreni të Adriatikut dhe thoshte juve ju kanë ngel ora tha te zgjedhjet e pjeshme. Po zgjedhjet e pjeshme s'ka kaluar 2 muaj nga zgjedhjet e pjeshme që në luan Tiranë. Po kur të na ngel ora domethënë. Kupton? Kështu që Endri Shabani praktikisht doli ky gjeniu i cili arriti të gënjejë të gjithë. Florian Binaj ka dalë në protestat e këtyre si kandidat për kryetar bashkie. Ishte te protesta e Agron Shehajt. Dhe tha do shkoj te protestat e Diklapit, do shkoj te protestat e Sali Berisht. Pra ky shkon si kandidati i opozitës bashkuar për zgjedhjet Tiranës 2027 dhe këta janë koalicion me Sali Berishën dhe paradoksalisht janë koalicion dhe me Endri Shabani sepse partia Shabani nuk është tërheq nga koalicioni. Asgjë nuk është tërheq nga koalicioni. Këta janë ende bashkë të gjithë. Dhe ndërkohë që tallen me njëri tjetrin, tallen me opinionin publik, kujton se do tallen me edhe me lëvizjen bashkë. Po megjithëse më pyete për çështjen e medias, do ta nisja pikërisht nga daljet më të fundit në opinionin publik të dosjes së Ballukut, ku ajo i drejtoi një prej drejtorëve të saj, pra që i thoshte që çunat e tjerë, pra ndoshta ata drejtorët e tjerë i kanë paguar mediat nga xhepi i tij, një media që ke për të paguar me lekët e shtetit, e tenderit, i prapë se paguar. Dhe praktikisht nxjerr në pa skemën që është si thua media në Shqipëri, që është në fakt ka qenë gjithmonë dhe është ngritur në këtë mënyrë si një biznes i disa oligarkëve që kryesisht kishin lidhje me ndërtimin që shfrytëzonin median për të devijuar, për të manipuluar opinionin publik dhe që her pas here ne përfitonin këto tenderat, le themi, nga pushteti. Madje ti e mban sigurisht kur ka ftuar në podcast Andi Bushatin që ka deklaruar faktin që risia e Diramës ishte që në këmbim atij pronarit të topit apo të klanit. Të klanit, pra nuk i dha skëndaj, po. Nuk i kërkoi si thua rrushfetin, por në këmbim i tha do na mbështesësh ne politikisht. Ndërkohë që qartazi tashmë funksionojnë në mënyrë tillë që her pas here mediat duhen paguar që ato të mbajnë këtë qasje në qendrim të pushtetit. Dhe këtë kemi parë jo vetëm me Edi Ramën, e kemi parë për shembull me rastin e aferës korruptive të Bankers apo jo, që dolën ato përgjimet që ata paguanin fuqimisht media. Ne kemi parë edhe me Blendi Fevziun, që bënte reklam minierës së Kromit, ndërkohë që Samir Mania kishte pushuar nga puna gjithë krye sindikalistët dhe aty po ndodhte një protestë pra ku ishin në të përfshirë. Kështu që kjo është skema e medias, duhet bërë e qartë një herë që ne nuk kemi asgjë kundër gazetarëve që punojnë, le themi, në këtë strukturë, por çështja është se interesat e pronarëve të tyre janë të tilla që për hir të legitimitetit her pas here detyrohen të na ftojnë në ndonjë kështu emision sporadik për të fituar legitimitetin e publikut, të dorës së dytë zakonisht. Të dorës së dytë kur kur vjen puna për të mbajtur në qendrim, le të themi, mbi atë çka ndodh, nuk i shërbejnë këtij parimit të funksionit duhet të ketë media për të mbajtur dhe për të informuar, le të themi, opinionin publik, po thjesht pra funksionojnë nëpërmjet këtyre lidhjeve të shkurtra. Me që po flasim për mediat, mua më shkoi mendja te një batutë e Al Pacinos në filmin Scarface. Thot Al Pacinoja, "The eyes, Chico, they never lie." Pra sytë thot nuk gënjejnë kur. Dhe unë duhet bëj një lloj paralelizmi apo përshtatje me realitetin politik o mediatik në Shqipëri. Dhe duhet them, koha televizive e tregon gjithmonë të vërtetën. Pra kush janë ata që janë të zhdukur nga ekranet, ose të izoluar nga ekranet, që janë shumë pak të pranishëm.
Pra lëvizja bashkë, kjo tregon të vërtetën e sistemit politik mediatik në Shqipëri. Kishte botuar Ama përpara disa ditësh kohën televizive të partive gjatë muajit nëntor. Dhe lëvizja bashkë kishte pasur 0.04% të kohës televizive, 0.04% e ka lëvizja bashkë. Tani krahasuar me partitë e tjera. Partia e Lapajt ka pas 5.25 herë më shumë kohë televizive gjatë nëntorit se lëvizja bashkë. Partia e Fatmir Mediut, që njerëzit kanë harruar që është gjallë, ka pasur 6.5 herë më shumë kohë televizive se lëvizja bashkë. Partia e Agron Shehajt, këtu është skandali akoma dhe më i madh, 46.7 herë më shumë kohë televizive se lëvizja bashkë. Javën e fundit, Agron Shehaj dhe Adriatik Lapa janë prime time në çdo emision darke të gjitha televizioneve shqiptare, ndërkohë që Lëvizja Bashkë ka organizuar 2 protesta më të mëdha deri tani kundër korrupsionit dhe nuk është paralajmëruar protesta nga pothuajse asnjë televizion dhe nuk është raportuar nga më shumë se 2-3 portale ose në një kronik shumë të vogël të një televizioni. Pra, kjo tregon qartë karakterin e partive politike në Shqipëri. Ka një parti që u bie kokës të gjithëve, oligarkëve, politikanëve të korruptuar dhe është e izoluar dhe përjashtuar nga mediat dhe ka pastaj një sallat madhe politike ku gjithë secili ka bërë ujditë e veta të pista, o me pushtetin politik, o me oligarkët, o me pronarët e mediave dhe është në televizion e mëngjes drejt darkë. Në këto media kaq korruptuara që paguhen nga Belinda Balluku ore çast, se na tregon dëshmia e nxjerr nga Spaku, këtu koha televizive mund të fitohet edhe në këto mënyra. Një, qofse ty shteti, në këtë rast Balluku apo Rama, të ka bërë investitor strategjik, të ka dhënë koncesion ose të ka dhënë leje ndërtimi. E dyta, qofse ti je zari një oligark, po është një oligark që investon tek ty ore çast dhe të vendos televizion e vet në dispozicion, ose e treta, qofse e blen drejt për drejt vet kohën televizive. Po këta që e blen drejt për drejt kohën televizive, siç dyshohet rëndom se bën Agron Shehaj, shtrohet pyetja ku i gjejnë parat. Çfarë janë këta që shhedhin kaq shumë para për të blerë kohë televizive për çfarë? Për të mirën e popullit? Pra harxojnë nga xhepi i tyre për të mirën e popullit. Pra ky është një sistem komplet i kalbër dhe unë jap drejt Andi Bushatit në një shkrim që pati këto ditë të lapsi që tha këtu po nuk u hetua dhe sistemi mediatik, po nuk u rrëzua dhe ky sistemi korruptuar mediatik. Bashkë me sistemin politik këtu nuk ka për të pas drejtësi. Sepse mund të ndrohen kuzhinierët e korrupsion, po sistemi do qëndrojë në fuqi, prandaj unë dua shumë që Spaku, GK-ja të merren edhe me ndërtuesit, me oligarkët, me pronarët e mediave, sepse janë gjysma tjetër e mollës kalbur. Qofse gjysma e parë është sistemi politik, Edi Rama, Balluku dhe politikanët e tjerë të korruptuar. Ose mund të jetë ajo tjetra që nuk jemi mjaftueshëm interesant, mjaftueshëm. Ndoshta këta tjerë që dalin në media janë këta filozoftë të mëdhenj që idetë dhe mendimi i tyre e ndriçon mendjen e popullit dhe ka bërë si thua dallim. Ne me këto pak fjalë që dim, ndoshta nuk tërheqim më shumë, nuk artikulojmë. Në rrjetet sociale nuk jemi keq. Megjithëse hedhim kur para postiveve tona, jemi të mënjanuar gjithandej. Ama populli ka goxha interes për fjalën e lëvizjes bashkë. Mua më kënaqi shumë protesta e fundit që bëm në Tendet në parlamentit. Për mendimin tim, protesta më e madhe që ka ndodhur në Shqipëri muajt e fundit. Dhe shikoja shumë njerëz që kishin takuar kurrën time që na kishin ardhur pikërisht nga rrjetet sociale. Ose i kishim takuar në rrugë duke shpërndar fletushka. Pra, kjo mënyrë e bërit politikë kur është çik më ngadalt, nuk i jep gjitha sukseset më herë, por kjo është e vetmja mënyrë e sigurt dhe është e vetmja mënyrë kur ne nuk i kemi borxh askujt. Sot që flasim, unë, ti, të gjithë në lëvizjen bashkë, nuk i kemi borxh askujt personalisht asgjë. Lere më këtyre oligarkëve, pronarëve të mediave që duan t'i shohim as me sy. Por nuk u kemi borxh, ora një qytetar i thjesht, nuk ja kemi borxh diçka, i kemi shumë borxh popullit shqiptar në tërësi për mbështetjen që na ka dhënë deri më sot, po askujt individualisht. Që thotë, nëse ne do kemi mundësinë ta qeverisim Shqipërinë, ne do i bindemi vetëm interesit publik dhe asnjë fraksioni apo interesi individual. Pikërisht pra, dhe është ajo mirënjohja që të lind aty në momentin kur je pjesë e një proteste në cilën njerëzit janë pranishëm edhe masivisht si në protestën e fundit dhe që ke tamam një mirënjohje drejt tyre për faktin që janë ngritur, kanë ardhur dhe e mbështesin protestën tonë edhe pse, siç e the, nuk pasqyrohet as pak në media dhe që vetëm prania e tyre i jep kuptim edhe aktivitetit tonë në një mënyrë, i jep shpresë edhe gjithëve ne na motivon që të vazhdojmë në rrugën që kemi nisur. Pikërisht pra pa gjetur këto rrugë të shkurtra për tu komprometuar siç bëjnë të tjerët. E fundit për mediat. Shiko, çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë që është minimalisht informuar, të paktën nga rrjetet sociale, e di që në qytetin e Tiranës ka disa protesta.
nga disa parti politike. Dhe e di që Lëvizja Bashkë është iniciatorja e këtyre protestave dhe Lëvizja Bashkë deri më sot është ajo që ka organizuar protestat më të mëdha. E prap se prap, një mesazh i tillë nuk jepet nëpër televizione. Mund të përmendet protestat, ku diun, me 5 vet, me 7 vet, me 10 vet, protestat në vende të tjera të botës, po vetëm protesta Lëvizjes Bashkë nuk jepet. Rasti më skandalos ka qenë ai Blendi Fevziut para disa ditësh, i cili fliste për protestat e çdo partie, përveç se protestën e Lëvizjes Bashkë. Tanë unë e kuptoj që pronarët e Blendit kanë interesat papajtueshme me Lëvizjen Bashkë. E kuptoj që ndoshta edhe Blendi si drejtuesi një emisioni mund të ketë mllefet e tij, po të arrijë njeriu deri në pikën që të mohoj realitetin. Pa të mohoj realitetin publikisht, jo në kafe të ankohet me njëri, po të mohoj realitetin publikisht dhe të mos pranoj që Lëvizja Bashkë po proteston, dhe është protesta më e rëndësishme që po ndodh në Shqipëri. Kjo është shkelje e çfarëdo lloji etike gazetare dhe unë besoj që personazhe të tilla i kanë larë duart me kopë me gazetari, nuk janë më gazetar. Është fyerje për profesion e gazetarit, i thosh sot Blendi Fevziut apo të tjerë fevzinjve se ai, ti thuash që jeni gazetar. Mund të jenë gjithçka, po vetëm gazetar nuk janë. Sepse gazetari ka një raport me të vërtetën. Jo me gënjeshtrën, jo me shërbimin ndaj pushtetit, po vetëm me të vërtetën. Dhe gazetari duhet të jetë në radh par kritik ndaj pushtetit. Dhe jo t'i bëj lajle lule njerëzve të pushtetshëm të korruptuar. Sigurisht që situata në media në Shqipëri është jo vetëm një fenomen, jo vetëm shqiptar, problemet me median dhe kapjen nga oligarkia janë edhe në vende tjera të botës, sigurisht jo në përmasat që ndodhin në Shqipëri dhe me këtë trinomin e paras të pushtetit dhe të medias me këtë lidhjen e ngushtë që dalin për afera korruptive si në Shqipëri. Po gjithsesi, mund të themi edhe që rrjetet sociale na e kanë lehtësuar disi ose e kanë bërë më të aksesueshme qasjen tonë me publikun, edhe pse për të vërtetës algoritmi gjithmonë tenton të tërheqë përplasjen, sharing dhe jo argumentin që shtrihet me. Megjithatë, mund të them këtë gjë që me qëndrimin me aktivitetin ton politik në një farë mënyrë jemi imponuar edhe medias tradicionale që të na përfshin në debat. E vërtet është, rrjetet sociale janë një shteg lirie edhe demokracie me gjithë problemet që mund të mbartin me vete. Shiko, betejë jon është vazhdon. Sigurisht nuk mund të shpallim fitoret parakohshme. Ka historia e Shqipërisë për plot me sharlatan që çdo javë thotë dhe e morën pushtetin apo erdhi ndryshimi apo ky nuk është për pushtet pa ai s'është më pushtet. Është një detyrë organizuese, është një detyrë emancipuese bashkë me shoqërinë. Edhe do të jemi këtu edhe me qytetarët, kështu që ju falenderoj gjithë për vëmendjen. Le mbyllim këtë podcast, do takohemi përsëri për të komunikuar në javën e ardhshme. Mirupafshim.